që mundën me i zhvillu fëmijët në gjatë sezonit të verës, dhe kam fjallën kemi me po edhe një material që ka të bëj me kampët verore, apo ndryshe edhe me shkollat verore, si që është një tillë mjaft e veçantë që ka të bëj me fëmijët me nevoja të veçanta, e që po ndodh për herë të parë në Kosovë. Aty ku fëmijët do të zhvillojnë edhe lojra, por edhe do të marrin edhe mësime të tjera, cilat tash në vazhdimsi përmes bisedës do ta kuptojmë tërësisht se për çka bëhet fjalë. Ne në studio kemi mysafirë të Drita Dushi, që është ushtruese e detyrës së drejtorës së qendrës burimore për parime dhe drejtore e Olimpiadës Speciale të Kosovës, po ashtu edhe Natyra Agani Destani, që është drejtore e qendrës profesionale për gjithëpërfshirje. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi që ju kemi këto. Do thot një bashkëpunim mes qendrës Olimpiadës, na tregoni çu erdhi ideja e kësaj shkolle verore. Bashkëpunimi ka filluar qysh në fillim të vitit 2025 mes Olimpiadës Speciale dhe qendrës për gjithëpërfshirje, njëherët edhe mes qendrës burimore për parimi, dhe me të vërtet ka qenë një bashkëpunim qysh në hapat e para që ka jep shkëndija pozitive, dhe ditë pas dite me takimet të shumta që kemi pas, kemi arritë me thënë të vijmë të një ide e tillë, që me të vërtet për neve ka qenë hera e parë, edhe në kuadër të shkollës, por edhe në kuadër të Olimpiadës Speciale, sepse një bashkëpunim i tillë dhe një shkollë verore besoj që me fëmijët me nevojat e veçanta është duke u mbajtur për herë të parë, dhe kjo ka ardhur si iniciativë nga qendra për gjithëpërfshirje, që me këtë rast e shfrytëzoj rastin ta falenderoj drejtoreshën dhe gjithë ekipin për një ide të tillë, dhe ne jemi kënd të gatshëm që së bashku me nxënësit tonë, kryesisht janë të përfshirë fëmijët të grup moshës nga klasa e parë deri 5, dhe si ide ju ka pëlqyer edhe prindërve, po edhe mësimdhënësve, sepse me të vërtet përfundimi i vitit shkollor të gjithë fëmijët, po sidomos të fëmijët me nevojat e veçanta, shkakton një mërzi, sepse mbyllen në shtëpi, dhe kjo ideja e shkollës verore vetëm ja u ka zgjatë kohën që të jenë më tepër në shkollë, po mbi gjitha me aktivitetet që i kam planifikuar qendra për gjithëpërfshirje së bashku me neve, ka filluar qysh nga dita e hënë, dhe po vrehet që po ka interesim si nga ana e fëmijëve, po edhe nga ana e prindve, dhe po ashtu dhe neve si shkollë. Paraprakisht, normal, po kanë qenë të njoftuar, dhe me njoftimin më njëherë kam mbështetur edhe vetë prindrit, këshilli i prindve, po ashtu dhe këshilli i mësimdhënësve, dhe ne të dy organizatat, domethënë kemi ardhur në dakord që do ta mbajmë dhe do të shfrytëzojmë hapësinën e qendrës burimore për parimi, përndryshe shpenzimet të gjitha mbështeten nga qendra për gjithëpërfshirje dhe Olimpiada Speciale e Kosovës, e vetmja është hapësira që besoj që është e drejtë, sepse është hapësinë e cila ju takon në radhë të parë nxënësve dhe pastaj gjithë neve. Çfarë kënaqësie kemi bashkëpunime të tilla, e uroj që të zgjasin edhe të shtohen edhe të tjerat. Na tregoni pse po të nevojshme për me fillu me një shkollë të tillë. E di mërzitën, po ashtu nuk ka shumë aktivitete, tash edhe temperaturat e larta, nuk është se zhvillojmë shumë aktivitete jashtë, vetëm para dita apo vonë pas dite dikur. Për çka tjetër i përfshit këto? Tash, fillimisht ju falenderoj që na keni dhënë sërish hapësirën për me folë për institucionin tonë, për bashkëpunimet e për aktivitetet tona, dhe e vlerësoj shumë. Ashtu që kemi theksuar disa herë, qendra profesionale për gjithëpërfshirje ofron kualifikimin e nivelit të 5 për asistent për fëmijë me nevojat veçanta arsimore. Pra këta është një profil i profesionistit i cili punon me fëmijë në kontekstin e shkollës ose në kontekste para-universitare për fëmijët me nevojat veçanta. Pjesë e kualifikimit është edhe pjesa praktike, ku janë 600 orë, ku asistentët tonë mbajnë praktikën edhe në shkollën burimore për parimi, po edhe në institucione tjera. Edhe duke mbajt këtë praktik, po dhe të njëjtën kohë dhe ne si institucion duke reflektu, po dhe duke duke i ndo sfidat e përbashkëta me cilat i kemi, fillu me e zhvillu një ide se si me mund edhe me mbajt kandidatët tonë praktikën, sidomos në këtë periudhën e verës ku shkollat publike mbyllen, edhe ata janë më të kufizuar për me mujt me realizu, po të qysh me mujt me këthy diçka mbrapsht komunitetit. Sepse vazhdimisht ekziston një farë, fatkeqësisht, një farë tendenceve që me marë, kur gjë mos me dhonë. Edhe duke e pas këto në konsiderat, fillum me e zhvillu bashkë, fillimisht në një grup të ngushtë
me kolegët e QPG-s, edhe më pas fillon gradualisht me zhvillu ide në veçanti kështu në kontekste shumë jo formale, si të bashkëbisedimet, edhe ai impakti i parë ishte shumë pozitiv. Unë e marr mend bisedën që e kam pas kolegët me Dritën dhe kolegët e tjerë në shkollën burimore, edhe ka qenë një entuziazëm, ka qenë një dëshirë, ka qenë një pasion për me mujt me zhvillu. Dhe mandi pre aty nisi me konkretizu. Pra që ka fillu me bosh, fillimisht me dizajnu një agend, me aktivitetet të cilat janë të përshtatshme për fëmijët, ku shkolla na ka dhonë informacione mbi numrin e fëmijëve, diagnoza që i kanë fëmijët, vështërsi që mund t'i kenë, po dhe mundësi që mund t'i kenë, në mënyrë që na t'i harmonizojmë ato aktivitete në raport me nevojat e fëmijëve. Sigurisht kemi pas një bashkëpunim t'jashtëzakonshëm, gjithçka ka shku në mënyrë shumë harmonike. Absolutisht. Do të thonë, unë këto nuk po e perceptoj si punë, kjo është ma shumë si një farë kënaqësie, sepse është një harmoni, një dakordim, edhe më e rëndësishme janë një mision, një përbashkët të cilën e kanë të 3 institucionet të cilat ne i reprezentojmë sot. Dhe pas dizajnimit të këtyre aktiviteteve, morëm edhe konfirmimin prej stafit shkollës në mënyrë që të shohim se a mund të realizohet fizikisht. Sepse ashtu që përmendi edhe drejtoresha, ne shfrytëzojmë hapësirën e shkollës, sepse nuk kemi dashur që fëmijët t'i largojmë nga mjediset e tyre që janë të familiarizuara. Shkolla i ka disa përparësi, qysh është qasja në shkollë, janë ashensorët, janë toaletet të cilat janë të përdorshme, është stafi mbështetës, mësimdhënësit, është menaxhmenti i shkollës, edhe njëjtën ku jemi ne. Pra, tash çka është duke ndodhur, ne kemi caktuar 2 asistent për një fëmijë dhe janë 5 klasë me dikun 5 ose 6 fëmijë, sepse kemi ndonjëherë ndonjë mungesë ku prindrit njoftojnë që fëmijët nuk mund të vinë, edhe njëri asistent luan rolin e observuesit. Realizohet një aktivitet, aktivitetet janë ndryshme që promovojnë motorikën fine, promovojnë disa shkallësi specifike, promovojnë socializimin, promovojnë koncentrimin, do të thonë janë gjitha aktivitetet të cilat janë të përshtatshme për nevojat e fëmijëve dhe më pas ndodh një farë ndryshimi. Asistenti tjetër observon, asistenti tjetër punon. Dhe në këtë mënyrë edhe me pas mundësi me mësu fillimisht ata punën praktike, po dhe të njëjtën kohë me realizu me sukses. Më pas aty, ofrojmë edhe drekën, një drekë e cila i përshtatet nevojave të fëmijëve, sepse aty ka shumë fëmijë të cilët kanë vështirësi me gëlltitje, kanë vështirësi me tekstura specifike, me alergji specifike të cilat ne jemi të kujdesshëm dhe shkolla na ka lajmëruar paraprakisht në mënyrë që ta kemi në konsiderat mirëqenien e fëmijëve dhe më pas sërish ka aktivitete. Pra, të gjithë këto 4 orë, prej orës 10 deri në 2, ku prindrit ose i sjellin fëmijët ose vinë me transport të organizuar nga shkolla, janë 4 orë bashkë me ne aty. Në çdo klasë, pra thamë, janë 5 deri në 6 fëmijë me nga 2 asistente dhe është një prej stafit të qendrës tonë. Ndërkaq unë dhe profesori Irbler, me cilin gjithashtu kemi qenë këtu, dhe pjesa tjetër e shkollës, përfshirë drejtorën, psikologën e shkollës, stafin mbështetës, jemi ato ekipet mobile që i quajmë na. Do thonë jemi fillimisht në korridorin e klasave, thjesht për të pa mos po ndodh ndonjë emergjencë, ndonjë krizë, ndonjë intervenim për cilin duhemi me reagu, po dhe të njëjtën kohë me i monitoru aktivitetet, do të thonë apo shkoj çdo gjë sipas rregullit. Sot jemi në ditën e 3, dita parë. Po tash unë po ja perspektivën time, pastaj Drita dhe perspektivën e saj. Sot jemi në ditën e 3, fillojmë në ora 10. Unë kur e kam dëgjuar aktivitetin për ditën e sotme, kam qenë edhe si me thonë, edhe hezituse, po edhe shumë entuziaste të njëjtën kohë. Sot kemi më shku në bowling, me të gjithë fëmijët, dhe fillimisht unë pata një farë hezitimi edhe për çështje logjistike, edhe për çështjet e mobilitetit, por Olimpiada Speciale organizon shumë këtë aktivitet, sepse loja është një pjesë integrale, një lojë e cila promovon bashkëpunim, harmonizim, kontakte me fëmijët dhe ambiente të tjera, sepse ideja është që fëmijët të dalin edhe përtej shkollës, të japin vërtet kuptim kësaj gjithëpërfshirjes. Dita parë ishte, si me thonë, pak, s'po do me thonë sfiduse, po i kishte disa bravo, qashtu, pro strese dhe ajo, po mandej shumë shpejt e vendosëm edhe morëm, se edhe për fëmijët ne ishim të rinj,
fëmijët me nevojat veçanta i perceptojnë shumë vështirë ndryshimet, kështu që edhe ne kishim kujdes që t'jemi pak më avash në mënyrën qysh po prezantohemi. Dita djeshme ishte jashtëzakonshme, na do ta kemi edhe një ekspozitë që do ta bëjmë ditën e premte, sepse ishte një ditë me aktivitete kështu të artit. Sot e kemi bowling, jam gjithashtu shumë entuziaste. Unë e di që Olimpiada ka një përvojë sepse organizon aty dhe ejtën kemi gjithashtu aktivitete të ndryshme që të përshtatshme për fëmijët. Të premten është dita përmbyllëse më pas. Jo, çush e keni perceptuar këto deri në ditën e tretë? Ndoshta për shkak të çush e potencoj edhe drejtoresha që është ajo pak disa ato sfida, po për neve si qendër nuk ishte diçka e panjohur, sepse ne kuptonim prej këndit se tani fëmijët do të kalonin tek përgjegjësia bikëqyrja e asistentëve të qendrës përgjithëpërfshirje, që me këtë rast e falenderoj, sepse jo vetëm gjatë kësaj shkolle verore, por edhe gjatë vjushmërisë së praktikës për gjatë vitit 2025, me të vërtet kanë treguar një kulturë, një edukat të punës, si duket edhe vetë organizata është e tillë që çdo herë i përgatit asistentët që dhe në praktik të na vijnë të gatshëm me detyra, dhe kjo me të vërtet është për t'u lavduar, sepse në kupton që një është një menaxhment i mirë që po i qëndron në krye, dhe tani ishte problemi se fëmijët si do ta perceptojnë, dhe dita e parë me të vërtet ke, po ja që u befasuan pastaj ditën e 2-3 sikur filluan të familiarizohen, dhe jo aq lehtë mundën fëmijët me nevojat e veçanta të familiarizohen me persona të cilat nuk i kanë pa më herët, po kjo tregon një përkushtim, po mbi gjitha ne çdo herë persona që punojem me nxënës edhe me fëmijë me nevojat e veçanta, duhet e dijmë këtë gjë që fëmijët me nevojat e veçanta, përgjithësi njerëzit janë ata që më së miri të kuptojnë kush i ofron dashuri të sinqertë dhe kush e bën me të vërtet atë punë me dashuri dhe përkushtim. Dhe unë besoj që asistentët këtë ndjenjen e tyre dhe përkushtimin kanë arrit ta përçojnë edhe tek nxënësit tonë, të cilët me të vërtet po ju qëndrojnë gjatë aktiviteteve dhe ata po bojnë së bashku më të mirën që me ja dal, edhe ne prej kondit tonë si organizata, si shkollë, po kënaqemi duke e pa që jo çdo herë një fëmijë, sikurse ekziston ai paragjykimi që nuk munden të përshtaten, ata dinë të përshtaten edhe ja dalin me u përshtat, vetëm nëse ne dijmë si t'ju qasemi dhe si t'ju afrohemi. Kjo është ajo. Edhe t'u ofrojmë ato kushtet në fakt. Aktivitete, çdo herë edhe në cilësinë e organizatës, por edhe të shkollës që kemi vrej që aktivitetet e ata, pavarësisht që ndoshta për dikën që punon jashtë kësaj fushë duket si diçka e thjeshtë, por aktivitetet tek fëmijët me nevojat e veçanta e nxisin edhe të menduarit, edhe socializimin dhe mbi gjitha dëshirën për me u kyç në shumë rrethet të ndryshme, dhe kjo është vret ditë pas dite. Dhe çush e potencoj, sot do ta vrejnë edhe qendra përgjithëpërfshirje bowlingun, se me të vërtet bowlingun ne kemi përvojë që e bëjmë me vitet e tona, dhe është një ndër sporte që ata më së shumti e duan, e së bashku dhe ne kënaqemi me ta. Çka tjetër përveç bowlingët, në cilat aktivitete kryesisht Olimpiada është edhe fokusuar? Olimpiada i ka në tash jashtë nëse dalim, me thonë kuadrët e kësaj shkolle verore jo, është edhe futbolli, janë edhe basketbolli, janë edhe, me thonë, edhe skimi, po në këtë pjesën e shkollës verore, ndoshta në bashkëpunime tashme, sepse me të vërtet këta janë shumë principjerë si qendër dhe donin që të shkonim gradualisht, dhe ne e respektuam këtë, sepse bashkëpunimi e don këtë, respektimin e atyre kërkesave, dhe mendoj që ja dolim që të fillojmë me bowling, pak ndoshta me futboll, që dhe këta të jenë dëshmitar të asaj se çka bën sporti dhe si aktivitetet të tilla rekreative, po dhe ato me të artit dhe muzikës ndikojnë në këtë pjesë. Mundësi shumë e mirë ju e theksuat edhe më herët edhe për asistentët. Do të thotë në një forme e pa vetën edhe ata vetë se ku janë, ku qëndrojnë, a mund të jenë drejt kësaj puna apo jo edhe në të ardhmen. Edhe mënyrë shumë e mirë për me u avancu për ta profesionalisht. Patjetër, sepse zhvillimi profesional ndodh më së miri kur integrohen këto dy komponenta, me thonë pjesa akademike, cilën ne e ofrojmë, po paralelisht edhe pjesa praktike. Pa njëra pa tjetrën janë të mangëta dhe respektivisht ofrimi i shërbimit që e bëjmë për fëmijët nuk është ai cilësori cilën e meritojmë. Prandaj edhe ne kemi zhvilluar këtë ide, edhe kemi gjykuar që është e jashtëzakonshme. Jo ta theksoj që kjo është hera e parë në Kosovë që po organizohet një shkollë verore për fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe më e rëndësishmja
është pa pagesë. Sepse fëmijët me nevojat veçanta vinë prej një statusi ekonomik të cilët janë të cënushëm, familjet e tyre kanë shumë ngarkesa, shumë sfida. Edhe paguan gjatë tërë vitit, në fond drejtën. Saksesht, do me thonë kanë shpenzime. Shërbime as pak nuk janë të lira. Fakt, kanë shpenzime shumë të mëdha, është gjendje kronike fëmijëve tyre, cila kërkon vazhdimisht financa të qëndrueshme, edhe sigurisht mes medikamentet dhe lojës. Sigurisht që fëmijët kanë, prindrit kanë me zgjedh medikamentin. Prandaj duke pas në konsiderat, edhe duke pas në konsiderat këtë statusin socioekonomik ku jemi për momentin, ne gjykum që kjo është një mundësi e mirë për neve me kontribu. E kemi marrë me 5 ditë, sepse kemi dashur edhe ne të nxjerrim disa mësime prej kësaj, të kuptojmë çka janë mundësi, çka janë sfidat. Për shembull, e përmenda, shkolla është shumë e mirë, ka shumë mundësi të mira, ka infrastrukturë shumë të mirë, po ka pak resurse. Me thonë, duhet ende të ketë mjetet, të ketë pajisje, të ketë disa gjana caktuar. Ta zëm, ngjyrat që ne kemi siguru për fëmijët, janë ngjyrat të cilët edhe mund të hahën, për shkak se një numëri fëmijëve që mundet me ndodha. Mundet me ndodh, pra mos t'jenë saksesht. Pra edhe këto janë të kushtueshme, sigurisht që shkolla nuk e ka ato financa për me mujt me bo. Kështu që ne kemi dash fillimisht me e kuptu çka janë mundësit, edhe definitivisht, po zotohem kështu në mënyrë publike, ne do ta organizojmë sërish, edhe do të shohim do plane të tjera, sepse ato çka kemi pa vërtet, ju po e vreni që edhe për fëmijët me zhvillim tipik, përfundimi i shkollës është një farë mërzie për ta. Dhe më e rëndësishme është ngarkesë shumë e madhe për prindrit. Prindrit janë punë, fëmijët janë shtëpi, me telefona, të mbyllën, nxehtë, kush ka fatin një pas gjyshat, do me thonë mu riorganizu. Për fëmijët me nevojat veçanta, deri me 1 shtator, kjo është mbyllje në shtëpi. Sepse ata dhe për shkak gjendjes së tyre shëndetësore, mobilitetin e kanë të kufizuar, temperaturat e larta, karrocat, krejt këto i parandalojnë. Prandaj, duke pas edhe këto në konsiderat, ne gjykum që kjo është një mundësi e mirë. Kështu që ne do ta zhvillojmë bashkëpunimin tonë, do të shohim tash mundësi të zgjerimit edhe në kuadër të numrit fëmijëve, sepse përmenin detyrisht kemi shku me ciklin e ullët, me fëmijë që janë më të vegjël, shkolla ka dhe fëmijë që janë të shkollës së mesme, të ciklit të mesme. Kështu që do të shohim aty edhe mundësit e përfshirjes, sepse këta fëmijë... Dhe kësaj radhe është bërë vetëm me fëmijë të kësaj shkolle, vetëm me fëmijë të kësaj jo të tjerët të cilët mund të jenë në shkollat të tjera. Sepse në komunën e Prishtinës, dhe kjo komunë mbulon disa komuna, ekziston vetëm një qendër burimore dhe fëmijët gravitojnë më pas aty. Kështu që do ta zhvillojmë tutje, edhe si koncept, të shohim mundësi të reja të bashkëpunimit edhe me institucione të tjera, do të provojmë që të ndërgjetësojmë më tepër komunitetin, familjet, prindrit, shkollat, edhe të rikthejmë pak vëmendjen, sidomos tash, ne kemi pas një situatë për shkak kohën e pandemisë, ku fëmijët i kemi pas të mbyllur për një kohë shumë gjatë dhe dim çfarë sfide ka qenë, dhe ajo nuk është një periudhë shumë e largët. Kështu që do të shohim këto modalitetet e bashkëpunimit, edhe vërtet si qendër, edhe si profesionist të ofrimit shëndetit mendor, si dikush që punon aktivisht në këtë fushë. Jemi shumë krenar që kemi mri fillimisht me dizajnu, që kemi mujt me zhvillu këtë bashkëpunim, edhe më e rëndësishme me ofru. Tash pjesën tjetër, do ta zgjerojmë tutje edhe do t'i japim një farë kuptimi më praktik konceptit gjithë përfshirjes, e jo vetëm si një nocion të cilin e përmendim, por nuk e zbatojmë atë shumë. Uroj që ka me shku mirë, mbar, krejt deri të premtën a ditë kur edhe përmbyllet edhe me ekspozitën që ju e theksuat, e pastaj të vazhdojnë të zhvillohet përsëri. Qysh ka me vazhdu ta shkolla, apo do tjetë në fakt në pushim, kurse olimpiada, qka ka me bo olimpiada gjatë? Ne gjatë stinës, do me thonë deri në mesin e korrikut, vazhdojmë aktivitetet kryesisht në atletike dhe tash në sportet verore në natë, edhe besojnë do shta do ta kemi dhe një, themin, mini kampionat, kuptot me grup mosha më të rritura, sepse me të vërtet që thekse dhe drejtoresha natyra, kjo ka qenë për hir të parë dhe çka është mbi gjitha du ta theksojmë që ka qenë edhe për neve si olimpiadë speciale hera e parë që ndërmarrim aktivitete të tilla, sepse me kategorinë e nxënësve me nevojat e veçanta nga kjo grup mosh është
pak sfiduse të bënë aktivitetet të tilla, po ja që edhe ne si olimpiadë speciale, pavarësisht asaj përvojës që kishim në aktivitetet të shumta sportive, edhe kjo ishte një përvojë e mirë për neve, se si mundemi, dhe me thënë qysh nga kjo moshë e hershme, ta sfidojmë vetë-vetën, t'i kyqim në aktivitete, po kuptohet pa mbështetje, sidomos të burimeve njerëzore, e mos flasim edhe ato financiare janë të shumta, sepse në qëse vetëm si qendër kemi nisë, së bashku me qendrën për gjithë përshirje, kjo do t'jetë një mesazh për komunitetin tonë, përgjithësi edhe për komunën, Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë e Arsimit, Mirëqenie Sociale, Shëndetësi, që të zgjerohemi të gjithë akteret, dhe kjo mos të mbetet vetëm si një shembull që është zhvillu këtë vetë brenda 3 institucioneve, po të zgjerohet sepse ne duhet ta potencojmë edhe këtë që kemi nxënës me nevoja të veçanta dhe jashtë qendrës burimore, dhe numri i tyre është shumë i madh krahasim me ata që kemi brenda, dhe unë mendoj që pikrisht ata janë të cilët duhet të kyqen në këto aktivitete, po tani ndoshta të ardhmen me synim që mos të jenë vetëm aktivitete brenda nxënësve me nevoja të veçanta, po të bëjmë një gjithëpërfshirje duke integruar edhe fëmijët tipik, sepse kjo me të vërtet do të ndikonte shumë në atë zhvillimin e inkluzionit, po mbi gjitha edhe edukimin edhe të fëmijëve tipik, por edhe gjithë komuniteti që fëmijët me nevoja të veçanta nuk dallojnë nga të tjerët, edhe ata janë pjesë e shoqërisë tonë, dhe mbështetja më e madhe është nëse i integrojmë në shoqëritë e plotë, duke i ofruar mbështetje të vogël me burime njerëzore, e bëjmë një integrim të madh. Uroj që sa më shpejt të filloj tash kjo faza tjetër, edhe të fillojmë përgatitjet dhe përgëzoj për punën që po e bëne, po ashtu edhe për prindërit, sepse e di që nuk është e lehtë, dhe ndoshta edhe në shkollë gjatë kohës kur i dërgojnë çdo herë kanë ato brengat, pastaj aktivitetet e tjera, po sidomos që tash edhe gjatë kësaj stine ku mundohemi që t'i përfshijmë me krejt të tjerë. Uroj që kam ju shku krejt gjithçka mirë, faleminderit shumë për informatat, unë nuk kënaqa në këtë bisedë. Dhe uroj që edhe jo. Gjithashtu, faleminderit, nasia ishte jona. Faleminderit. Ne tani do të kalojmë tek një material, por që në këtë rast ka të bëj, po ashtu me kampët verore, por në disa aktivitete të tjera, tash me të cilat ne do t'i kuptojmë përmes këtij materiale, dhe do të kuptojmë arsyet se pse është mirë me i çu fëmijët në kampe verore, të cilat nuk janë të pakta që zhvillohen, e kam fjalën për fëmijët me zhvillim tipik.